Dashur miqë, selam aleikum. Ky është takimi ynë i radhës në emisionin e Thëna e Pathënë. Është takimi drejt për drejt dhe do të flasim edhe sot si zakonisht me Hoxhën Ekrem për një temë tjetër. Në pjesën e dytë do t'ju mirëpresim na telefononi. Hoxhë, mirë se vjen. E kemi quajtur le të mos shohim bardhëzi. Po në fakt pse njeriu shpesh ka dëshirë t'i ndaj gjëra, o kështu o ashtu, dhe jo të qëndrojë në një mes. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Unë po të përzgjedhja ose ndoshta s'do dija me përzgjedh kësaj titullin, mirë po më vjen tash me përmirësu pak. Le të mos shohim vetëm bardhëzi. Mbase do të ishte më mirë. Përndryshe do të më pas me pa edhe bardhëzi ndonjëherë. Po qysh jo, po. Ekzistojnë nganjëherë ndarja e gjanave, nganjëherë është duale, nganjëherë është, që me thonë, ndarje, në ma shumë ndarje. Bardhëzi ka qenë teknologjia e pare të shikumit, kështu që nuk mundëm me eliminu fare, për arsye se mbi atë teknologji, pastaj ka avancu edhe teknologjia e shumë ngjyrave, shumë nuancave. Sido që tjetë, mendoj se neve kemi shumë nevojë, në radhë parë si njerëz. Pastaj jemi të motivuar edhe si besimtar që gjërat nuk të mos i trajtojmë në korniza të ngushta, përveç atëherë kur është e nevojshme një gjë e tillë. Për arsye se në këtë jetë ka gjëra të cilat janë të definuara dhe ne nuk kemi si interferojmë ose intervenojmë. Le të themi janë çështje parimore, çështjet parimeve. Janë parimore dhe kanë ngel tilla gjatë gjithë historisë njerëzore, kur njëherë nuk kanë ndryshuar. E mira, e keqja, e këndshmja, e pakëndshmja. Nganjëherë unë them, si do të ishte jeta ose bota, sikur ditë e javës në vend të ishin 7, të ishin 6 ose 8. Ne mund të ndrojmë emrat, po s'u bojmë as 6 as 8. Është interesant, kjo është një konsenzus, nuk e di çysh sigurisht Allah i madhruar prej se ka kriju dunjan kështu funksionon. Do më thonë 7 ditë janë të javës edhe pavarësisht njerëzit çfarë çndrime kanë, ato mbeten ashtu. Janë disa gjëra të cilat nuk ndryshojnë. Janë pastaj në jetën tonë disa korniza ku nganjëherë ato janë statike, stabile dhe nuk kemi edhe ato si i ndryshojmë, por konsideroj se gabimet më të mëdha paraqiten atëherë kur kemi një hapësirë shumë të gjatë, dikush përpiqet me ngushtu atë. Kemi rastin e ati beduinit i cili ka bo lutje kur ka thonë o Zot më mëshiro mua dhe Muhamedin e mos i mëshiro këta ose mos i mëshiro asnjërin përveç neve dyve. Ka nuk korniza. Edhe e ka ngushtu kornizën se i dërguari sallallahu alajhi wasallam i ka thonë je duke u mundu me ngushtu një gjë e cila është skajshmërisht e gjanë. Do thonë një gjë që është mëshira e Allahut, mos ka kush kanë ma gjanë se mëshira e Allahut, ky po mundohet me ngushtu në 2 persona, nuk bën ashtu. Le të mos shohim bardhëzi, unë do të thoja që ndoshta mesazhi më i mirë që do të duhej të shohim nuanca pra. Përveç asaj ose para asaj, unë do të thoja se kemi shumë nevojë bujar që megjithatë ta kuptojmë se bota është edhe përtej asaj që shohim ne. Edhe përtej asaj në çka jemi brumos ne, çka jemi rrit ne. Po flet për individin. Përgjithësi, një individ. Përtej asaj që është një individ. Po, shiqo, gabimet fillojnë për individëve. Pastaj ato nganjëherë kanë tendencë me reflektu edhe te masa. Edhe një individ mundet me e lajthit një mas, ose një individ mundet me e shpëtu një mas. Kemi shembuj të shumtë në këtë aspekt. Për shembull i përmend Kurani famadh rastet të ndryshme, një prej tyre rasti i faraonit. Faraon është titull, nuk është emër i përveçëm. Nuk e di cili ka qenë ky që përmendet në Kur'an, edhe për mu pak ka rëndësi kjo, por Allah i madhruar thot për te, fastakhaffa qawmahu fa ata'uh. Ai i mori përmendje lehtë popullin e tij në një farë mënyre si me thonë e ushtroi ndikimin edhe dominimin e tij mbi ta saqë nuk u la autonomi të menduarit, e ata ju bendën. Do thoni njeri e ka çuar lajthitjen i popull. Edhe kemi të kundërtën rrëfime të ndryshme që i përmendën kalimthin Kur'an, po një prej tyre që e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rrëfimin e atij djaloshit besimtar,
i cili në një përballje me një mbret, me një despot të kohës së vet, vije puna që ai mbreti nuk ka më forcë të argumentit edhe kalon te argumenti i forcës. Edhe synon me evra djalin, me mbyt, dështon një 3 herë spako, sikur se përmendet aty, edhe ai djali i thot, nëse don me mbyt, unë të tregoj çysh bëhet kjo punë, merre një shixhete edhe thuj bismillah, me emrin e Zotit, me emrin e Allahut Zotit të djaloshit, edhe kemi më godit, edhe kemi më në sy të masës. Në sy të masës. Edhe ai e bën një gjatë tillë dhe përmend e vret djaloshin, mirë po masa e shese megjithatë fuqia e Allahut Zotit të djaloshit që ka e gjithë ekzekutueshme, e gjithë realizueshme, e jo fuqia e mbretit, edhe të gjithë kalojnë në besim. Pra një individ nëse lajthitet ka mundësi, ndodh, me e lajthit një shoqëri të tanë, edhe një individ ka mundësi me e përmirësu një shoqëri të tanë. Për këtë arsye, ne kur flasim për temat këtilla, u drejtojmë të gjithë individëve pa përjashtim, edhe kërkojmë që të mos fillojmë, edhe nëse, se nga njerë për një mend ka ndarje bardhë edhe zi. Për këtë arsye, kjo bardhë edhe zi, ani pse bëhet fjalë për 2 ngjyra, por kjo përdoret në gjithë shka. Dhe më thonë, përdoret në plot ndarje që janë duale. Por me gjithatë ne s'kemi pse, kjo është ajo e rëndësishmja që po duhet të them, s'kemi pse insistojmë që gjithmonë jeta, përballja, le të jetë edhe përplasje në situatat më të veçanta, mos të flasim mos pajtimet e thjeshta ose diskutimet e thjeshta, nuk është patjetër me pas epilog eliminimin e tjetrit. Po mendoj, mundë edhe ti me e trajtu sonte një temë këtu, edhe secili me e trajtu prej këndvështrimit të vetë, ai shembulli i thjesht nëse vizatojë në një numër 6 këtu edhe e qesim në mes, ti ki me e pa 9, unë ka me e pa 6, a duhet patjetër me thonë, jo, nëse dojmë për një mend me eliminu, atër du t'jam ja qitë një pikë, ja me e po një ashtot, në më thonë që me u pase a është 6 apo 9. Ideja është të pranimi i diversitetit, i llojshmërisë, dhe pikërisht për këtë, për të mos pasur këtë dallime, është ajeti kuranor që i jep përgjigje kësaj çështje, pra ju krijuam popull e fise që të njiheni mes vete. Përveç kësaj, eliminon ndarje, eliminon ky ajet. Ajeti kuranor i surës Hujurat, ja ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, pra u drejtohet gjithë njerëzve. Thirrjet kuranore më shpesh janë o ju që keni besu, më rrallë janë o ju njerëz. Nga njëherë ka edhe o ju bitë e ademet që prapo referohet njerëzve. Po në këtë rast, Kurani sikur don me e shpalos një të vërtet e cila për te asaj thirrjes për të besuar dhe për të njënështruar Allahut është një thirrje për ta kuptuar një realitet të rëndësishëm për jetën. Edhe u drejtohet o ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, dhe u bëm popuj e fise në mënyrë që të njiheni. E kjo në mënyrë që të njiheni është esenca. Edhe kjo është ajo që kërkohet, ndërsa ajo e kundërta e kësaj është në mënyrë që të refuzoheni, e që njerëzit shpesh herë edhe e bojnë. Ne jemi sot dëshmitar që shumica e ideve të deformuara, të çoroditura, të shovinizmit, të racizmit, të kështu me radhë, pikërisht janë prej keqkuptimit të kësaj, ose prej kapjes së kësaj problematike në kahjen e kundërt. Në vend se që të njiheni, që të mos njiheni, në vend se që të pranoheni, që të mos pranoheni, në vend se të pajtoheni, të kundërshtoheni e kështu me radhë. Edhe në të gjitha këto rrethana, pra nuk do të me synu që epilog detyrimisht do të me qenë eliminimi. Madje, Kurani fillimisht e potencon edhe këte, thotë Allah i madhruar, sikur Allah të dante të gjithë njerëzit, do t'ju udhëzonte pa përjashtim. Walau sha Allahu lahada an-nas ajma'in. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, walidhalika khalaqahum. Njerëzit do të vazhdojnë të jenë në kundërthanje, përveç atyre që Zoti i ka mëshiruar.
Për këtë Allahu i ka kriju, pra Allahu i ka kriju njerëzit të ndryshëm. Kush jamon që me insistu që njerëzit të bëhen të njëjtë. Pastaj, fakti që Allahu i madhruar i ka kriju njerëzit të ndryshëm, pikërisht këtu dalin në pah vlerat. Pikërisht këtu është ngjyrat në këtë rast. Edhe ngjyrat që janë pasuri. Paramendo, unë e them, shpesh e them, sa monotone do të ishte jeta sikur të gjithë njerëzit të dukeshin njëjtë. Sikur të gjithë të visheshin njëjtë, të silleshin njëjtë, të flisnin njëjtë, madje të mendonin njëjtë. A din që sikur të gjithë të mendonin njëjtë, nuk do të kishte mendje, nuk do të kishte zhvillim të as të dijes, as të logjikës njerëzore, as të shkencës, as të kështu me radhë. Do të kishte krejt, njëri thot diçka, tani thonë po valla, ç'ashtu është. U kry muhabeti aty, s'ka zhvillim të mendimet. Allah i ka kriju njerëzit që t'jenë të ndryshëm, edhe këtë fakt të pamohueshëm, se cili duhet me e shfrytëzu. Të mirët duhet ta shfrytëzojmë për të mirë. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se njerëzit janë të krijuar, edhe disa prej tyre do të jenë besimtar, disa do të jenë jo besimtar. Për shembull, nga këndvështrimi i besimit edhe i fesë. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të pajtohemi në kuptimin negativ të pajtimit, që po mirë se Zoti ka thonë kush don le të beson, kush don le të mohon, edhe Zoti na ka lënë të lirë në këtë aspekt. Jo, Zoti na ka qitë në sprovë në këtë aspekt. Në mënyrë që ne si besimtar. Pra, në disa tema, në disa çështje duhet insistuar në një kornizë të caktuar. Jo, përveç asaj bujar. Pra, nuk ka hapësirë për mendime. Jo, nuk po du me e thonë këto. A di çka po du me thonë une? Për një mend Zoti i ka kriju njerëzit edhe të çështja e besimit i ka kriju të ndryshëm, po kjo nuk na liron neve prej përgjegjësisë që atë që e konsiderojmë për të vërtet, për të saktë, për të mirë, për të qelluar, për të promovojmë ta promovojmë edhe të tjerë, por të mos e bëjmë, të mos e mbyllim derën ose të mos e bëjmë çastin se në fund të një stacioni i caktuar detyrimisht duhet me u eliminu ndërmjet vete. Jo, se s'është kjo kompetencë e jona. Vetë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atë punën e eliminimeve, sidomos atë punën e konfrontimeve fizike e kështu me radhë e ka apliku me lejen e Zotit gjithsesi edhe me udhëzimin e tij në një etapë shumë të avancuar të thirrjes së tij, edhe atëherë kur thirrja realisht ka qenë e pamundur, pa e përdor nga pak edhe forca është përdor për me i largu pengesat, ndërsa thirrja ka mbet thirrje edhe ftesë gjithmonë. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë e ka parapëlqy paqen, ndërsa konfrontimin e ka zgjedh, mos them e ka zgjedh, po në konfrontim ka hy kur s'ka pas zgjedhje tjetër. Çka dua të them me këtë? Njerëzit kanë vazhduar me mbet besimtar edhe jo besimtar. Nuk është varë prej dëshirave, madje edhe dëshirave të njerëzve më të mirë që kanë ekzistuar, që janë pejgamberët e Zotit. Nëse dëshirat e tyre nuk janë realizuar, atëherë kush jemi ne që të insistojmë që dëshirat tona të realizohen. Në anën tjetër, po e them një gjë, është hipotetike, mund të tingëlloj edhe e pa shije, ndoshta për dikend. Po paramendo sikur këtë njerëzit të ishin të mirë, të devotshëm, të përkushtuar, ku do të dilte pa vlera e dikujt. Pastaj atë pjesën që ne duhet të promovojmë vlera, e të luftojmë të keqen, e të thrasim në të mirën, e të vërtetën, kur do të aplikonim? Sikur të gjithë të ishim të ditun, çfarë vlere do të kishin mësuesit? Sikur të gjithë të ishin të shkath, çfarë vlere do të kishin, për shembull, ata që kanë aftësi për të rregulluar gjona, mjeshtrit e punëve të ndryshme. Sikur të gjithë të dinim për shembull, të ndresnim gjana, çfarë pune do të kishin punëtoritë e ndryshme ose fabrikat e ndryshme e kështu me radhë. Andaj ta shohim jetën edhe botën ashtu si është. Pra jo vetëm bardh edhe zi, por edhe ngjyra tjera. Megjithatë, është një bazë, edhe ngjyrat bardh, zi, edhe këto nuk duhet eliminuar. Ja, tamam puna. Ngjyrat burojnë prej tyre. Bile nuk po e them me përgjegjësi të plotë, se e kam pak si të mjegullt, po më duket se e bardha dhe e zeza edhe nuk konsiderohen ngjyra. Për shembull, nganjëherë kur vinë mjeshtrit me lynë ndonjë gjë, me ngjyros, thonë, apo don me ngjyros, apo don me e lënë të bardhë. E bardhë domethënë është pa ngjyrë.
Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se këto dyja janë bazë. Nuk mundem me eliminu edhe po që se dojmë, edhe nuk mendoj që është tema jonë kjo. Tema jonë është mos i eliminojmë ato ngjyra tjera ekzistente që janë. Mos i eliminojmë edhe nuancat nëse. Ne nga njerë mund të kemi dallim në nuanca. Për shembull, nuk e di, a janë mashtrime optike, apo janë efekte optike ato, të ka radhë ty me i pa, që për shembull një fotografi ti e shen ngjyrën tjetër, unë e shen ngjyrën tjetër. Unë e kom pa gold edhe bardh, hoq, atë fotografinë e famshme. Dikush e ka pa zi edhe kaltër. A peshe, do po thonë, me gjithate... Nuk e besoj që kanë pa ashtu, hoq. Jo, çka po du të them, Bujar, du të them se nuk kemi pse insistojmë për një gjë e cila, me gjithate mund të jemi edhe ne gabim, ose nëse s'jemi edhe ne gabim, ne e kemi mirë edhe sakt, po edhe kjo mund ta ketë mirë edhe sakt. Por gjithmonë duke kthyer në bazë, tek e bardha dhe e zeza. Pa pikë dyshime. Ose unë mund ta kem mirë, ky tjetri mund ta ketë gabim, po çështja ndaj gabimit nganjëherë do të më qenë më fleksibile, jo vetëm fleksibile në kuptimin e tolerancës se njerëzit kanë prirje me i keq kuptuar dhe elaborime të ndryshme, edhe me mendu, domethënë, me mendu se po flasim për diçka që s'është parimore. Jo, qëllimi është që ne si njerëz, Zoti thot li të arafu në mënyrë që të njiheni, e kur të njiheni do të pranoheni. E nuk ka thonë që të refuzoheni. Që kjo është me rëndësi, që kjo është bazë. Njerëzit mendoj se shumë konflikte do të evitoheshin, jo gjithsesi në tansi, se prap vazhdon me ekzistu e bardha që është sinonimi të mirës, edhe e zeza që është sinonimi të keqës. Prap do të kishte njerëz të këqij. Prap do të detyrohej dikush me u marrë edhe me ta. Prap dikush do të detyrohej me përdor ligjen, dhunën e të ngjashme për me i pengu të këqijat. Megjithatë, sikur njerëzit të niseshin nga parimi i pranimit të tjetrit, sigurisht që shumë konflikte mbas edhe nuk do të ndodhnin, ose do të ishin të përmasave më të vogla. Unë gjithmonë insistoj me këdo që e kemi përballë, e që eventualisht mund të kemi ndonjë mos pajtim, ndonjë kundërshtim, ndonjë çka do të qoftë, është mirë që të fillojmë nga pikat e përbashkëta. Nëse e fillojmë komunikimin me tjetrin nga pikat e takimit, atëherë shpresoj që komunikimi do të jetë shumë më frytdhanas, për dallim prej nëse fillojmë nga pikat e dallimit, e që aty mendoj se kur s'ka me pas komunikim të mirëfillt, e të mos flasim ma për pajtim. Dhe hoq, e përmendet pra ajetin e surës Huxhurat, dhe në fakt tani edhe më kujtua që shpesh herë kur e keni trajtu ajetet e kësaj sure, ju keni referu atyne pengesave që mund dalin mes njerëzve, atyre problemeve që burojnë si pasojë mungesës së komunikimit, e që në këtë rast janë paragjykimet. Janë pikrisht ato paragjykimet për gabimet tona të vogla mes vete që ndodhen dhe pastaj ka tendencë të eliminohen ngjyrat, në këtë rast eliminohen mundësitë e shprehjes së mendimeve të ndryshme. Kur thot Allahu pastaj u drejtohet me thirrje besimtarëve. Ja ayyuhellezina amanu. Pra njerëzve u tha trajtohuni ashtu si jeni. Pajtohuni me faktin se jeni të ndrysha. Njihuni, po pat hapësirë të pranoheni ndërmjet vete, do më thonë është në rregull. Krejt njerëzve u tha kështu. Besimtarëve u tha, ja ayyuhellezina amanu, ju që keni besu, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Shmangjuni shumicës së paragjykimeve. Inna ba'da adh-dhanni ithm, për shkak se shumica e tyre janë mëkat. Çka është paragjykimi? Ne menojmë se nxitimi për dhënë një gjykim para se të vi koha e tij, e që gjykimi eventualisht mund të jetë i saktë, ky është paragjykimi. Jo. Paragjykimi është të mendosh negativisht për tjetrin, edhe kur ke mundësi të mendosh edhe pozitivisht. Për shembull, janë ato, ani pse ato janë detaje që kanjëherë neve na duket se i referohen mirësjelljes, e këtu pastaj e kemi një keq kuptim të mirësjellja, kur mendojmë se mirësjellja është diçka i takon luksit,
nuk është diçka esenciale, rëndësisë esenciale. Ne mendojmë, edhe një pjesë jo e vogël e muslimanëve, mendojnë se mirësjellja është fasad, edhe e dim se shtëpia është e banueshme edhe pa fasad. Që në të vërtetë nuk është e vërtetë kjo. Po, shtëpia mund të jetë e banueshme edhe si ndërtim i vrasht, në rast të zorit. Edhe ajo të mbron edhe prej ftoftit, edhe prej shiut, edhe kështu me radhë. Mirë po feja edhe besimi pa mirësjellje. E bukura qëndron te mirësjellja. Jo, po edhe nuk qëndron feja, besimi, islam. Nuk qëndron pa mirësjellje. Nuk qëndron. Për arsye se Allah i madhruar, e kemi shembullin e surës Huxhurat, masi te e bën e temë. I përmend shumë gjana në mënyrë të prerë, pjesa dërmuese e tyne kanë të bëjnë me relacionet ndërnjerëzore, paragjykimi një prej tyne, që unë mendoj se të shumica dërmuese e njerëzimit, të pjesa dërmuese e njerëzimit, paragjykimin nuk përmendet me këtë peshë qyshe trajton Islami, me peshën e mëkatit, për arsye se pjesa dërmuese e njerëzimit, nëse janë fetar, çfarë do besimi që i takojnë, ata konsiderojnë se mëkati është vetëm diçka konkrete edhe praktike, nëse nuk janë fetar, konsiderojnë se gabimi ose tejkalimi, ose kundërvajtja, ose vepra penale, ose krimi, është vetëm diçka praktike edhe konkrete, ndërsa vetëm Islami insiston që edhe gabimi edhe mëkat mund të jetë edhe diçka që nuk është konkrete, sikur se është paragjykimi, ose sikur se është mendimi negativ, ose sikur se është mos jemi të folë për surën Huxhurat si shembull përgojimi. Njerëzit thonë, unë e them të vërtetën edhe nuk çaj kokën për asnjërin. E vërtetë është edhe ajo që thua për vllajën tënd në mungesë, mirë pa Allahu e ka ndaluar atë rëndësisht, për arsye se je duke përgoju, je duke folë për një njeri i cili nuk është prezent, nuk ka mundësi të rrëfehet, nuk ka mundësi të sqarohet, nuk ka mundësi të mbrohet, edhe ti po e shfrytëzon mos prezencën e tij për me fol keq për te, edhe pse ajo çka ti po thua është e vërtetë. Ajo është e vërtetë, po është rreptësisht e ndaluar, është haram, është gjuna i madh, ka peshë, edhe tash kjo e bën Islamin kaq të veçantë që gjonat i trajton edhe në këto dimensione, të cilat mund të jetë po them për një njeri të pa udhëzuar, të pa informuar, mund të jetë e çuditshme, çu ka mundsi njeri me hyn gjuna dhe vetëm me mendime. A në të vërtetë edhe për atë hyn gjuna. Po Zoti këtu nuk na ka bë pa drejtësi, për arsye se na i ka dhënë mia mundësi që edhe me fitu se vapë vetëm me mendime. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me pru shembullin e kësaj, thot ai i cili don me bën një vepër të mirë nuk e bën, ama sinqerisht don me e bë. E nuk e bën. E pse nuk e bën? Nuk e bën për shkak se nuk ka mundësi. Thot atij i shkruhet një vepër e mirë. Nëse e vepron i shkruhet deri në 700 fesh. Ai i cili don me bën një vepër të keqe por nuk e bën. Pse nuk e bën? Jo për shkak se nuk ka mundësi, po e kalon për shkak se e ka kuptuar se s'është mirë me e bë ato, thot atij i shkruhet një vepër e mirë. Hoxh, më herët e përmendet që baza pra e raporteve të mira është ajo e përbashkëta. Pra jemi njerëz dhe duhet të trajtohemi si të tillë. Dhe në këtë kontekst, a nuk kupton Hoxh se duhet edhe të mos i ngatrojmë veprat me individin? Pra të gjykojmë vepra, por jo dhe personin, në mënyrë që mos zhduket pastaj ajo llojshmëria mes njerëzve. Edhe llojshmëria dhe dashamirësia, por kjo vepra edhe kryersi i veprës, ti nganjëherë ki mundësi me i nda, po nganjëherë s'ki mundësi me i nda. Për arsye se nëse dikush e ka bën një vepër e cila sanksionohet me ligj, ti nuk mundesh me thonë po e gjykoj veprën, po jo dhe kryesin e veprës. Do të thonë kryesi i veprës i bart përgjegjësitë dhe konsekuencat. Mirë po aty ku ne nuk kemi të bëjmë me gjykim, atëherë bën me nda në disa aspekte. Po mundohem nëpërmjet një shembulli të thjeshtë me elaboru për me e bën ndoshta pak më të qartë një gjë të tillë. Ne e urrejmë veprën e keqe, duhet ta urrejmë parimisht. Si rrjedhoj nganjëherë ti edhe kur e sheh njeriu duke bërë vepër të keqe, e urren kryesin e veprës, se funit ata kanë arrit një shkallë të identifikimit, të gërshetimit në identifikim, saqë i keqja dhe e keqja, pra i keqja dhe vepra e tij janë në një person.
Besimtari është mirë me i gëdhende dhe me i rregullu ndjenjat e veta, ashtu që të një person që e shet duke gabu, me unë gjallë mes tjerash më tepër, ndjenja e dhëmshurisë edhe e mëshirës, më tepër se sa ndjenja e urrejtjes edhe e dëshirës që ai njeri të përfundojë në ferr, po e zon, të përfundojë në xhehenem. Një njeri cilin e shohim duke gabu, nuk është më e mira të themi Zoti e shkatëroft ose Zoti e dënoft ose e qoftë në xhehenem. Shumë më e mirë se kjo edhe ma fisnike, është të themi Zoti e udhëzoft, edhe Zoti e përmirësoft. E kom përmend shpesh rastin e atij personet, atij hoxhës i cili ka qenë duke i mësuar nxënësat e vet në një obor dikon, janë ul në një hije, freski, edhe po mësojnë. Aty pari po kalojnë disa djemtri me daire, me mjetër muzikore, po bojnë zhurme, po bojnë klithma, po bojnë kështu dhe i pengun këta në procesin e mësimit, edhe dikush po i thot ati hoxhës o hoxhë fendi, bane një lutje që Allahut të na rahatoj për i këtyne djemve të pakujdesshëm dhe të pasjellshëm, sikur lypën që në të gjuhën e thjesht. Të eliminojnë. Jo, me thonë, lutë e Zotin t'ja u thënë qafën. Dhe ai hoxha e bani një lutje shumë frymëzuese, interesante, tha, o Zot, tha, ashtu sikur se i ke bë të lumtun në dunjë, bani të lumtun edhe në ahiret. O çuditën, tha, na nuk kërkum prej te një gjatë tillë, tha, shifni, tha. Nëse Zoti i bën të lumtun në ahiret, ata pastaj do të vinë këtu dhe do të marrin mësim. S'do të bojnë asi zhurma, tollovia, shqetësime, gjana të këqija, kështu që esenca e kësaj është që dashamirësia. Ti mundesh me urrejt veprën e keqe, me urrejt edhe krimin, me urrejt edhe atë. Mirë po, menoj që është manifestim ose dëshmia asaj mirësie që ndodhet në shpirtin tënd, edhe në zemrën tonë, menoj që është edhe konfirmim i asaj urrejtje ndaj të keqes, nëse të ti ngjallet e ndjenja e dhëmshurisë për atë personin i cili po gaban. Edhe dëshira jote që ai të mos gaboj ma, për arsye se ku mundemi me e bot dallimin, e që menoj se ekziston një vijë shumë e hollë, brenda shpirtit ton, çka është fisnike dhe çka është ego, çka është ana e ndritshme që anon ka enxullorja edhe ana e errët që anon ka djallëzorja. Nëse filoni e ka bën një vepër të keqe, ne e shohim me sytë tanë. Megjithatë, ai mund të ketë edhe një veprimtari të tërë të mirësive, cilin ne nuk e kemi pa dhe nuk e dim. A është e drejtë themi, o Zot, për 1%, 2%, 5% gabimeve tia, që e në xhehenem këtë njëri. Pra një skajshmëri në këtë rast. A është në rregull, s'është në rregull, pse ai mbasi mund të ketë edhe shumë të mira. E çka është në rregull në këtë rast kur ne nuk e dim, po veç shohim diçka, themi o Zot, çdo që po e shohim, përmirësoje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjente forcën edhe kurajon me u lut për armisht më të përbetuar që i kishte. Gjente forcën edhe kurajon edhe vetmohimin, edhe vetë përmbajtjen, me bisedu edhe me debatu edhe me armisht më të përbetuar, edhe atëherë kur ata kishin çësjen më negative që mundet me e pas dikush. Gjente sabrin edhe durimin, ti dëgjonte, e pastaj ky e elaboronte në atë mënyrën më të bukur, atë me çka ishte i obliguar prej Zotit fuqiplot. Një gjë duhet ta kuptojmë ne, edhe të mos e harrojmë në asnjë moment, as mungesa e urtësisë, as mungesa e butësisë, as vulgariteti, as sjellja e keqe edhe e vrashtë e kështu me radhë, nuk e bojnë të vërtetën tonë më të dukshme. Edhe nuk na bojnë neve ma bindës. Unë ju them nga njerë kolegëve të mi, ne nga njerë në ligjërimet tona rëmbehem edhe fillojmë me ngrit zanin e kështu me radhë, kjo se bon atë vërtet që e themi ma të pranueshme të njerëzit. Për arsye se ngritja e zanit nga njerë mundet me pas një efekt kundër. Kështu që po e them edhe këtu, një e vërtet që është e pamohueshme, të cilës ti kur i përmbash të bën parimor. Nuk jema bindës nëse e thuate, e formulon në mënyrën tënde, por kënej përpiqesh me e qëndisë dhe me zbukuru me sharje, me ofendime, me mallkime,
me tendencë për eliminimin e tjetrit e kështu me radhës. Nuk është fuqia e të vërtetës, nuk është as të ngritja e zanit, as të arroganca, as të vulgariteti, as të sjellja e keqe, as të mungesa e butësisë. Ajo është qysh në ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe kataba al-ihsana fi kulli shay. Allahu e ka obligu mirësinë, ihsanin në çdo gjë. Madje e ka thonë edhe në një kuptim shumë interesant, pikërisht në këtë udhëzim, thotë edhe kur të vresni mirë, edhe kur të therni mirë. Një kurban keme e therë, me një dele ose një dashë, një kështu me radhë, thotë do të me e bon mënyrën më të mirë. فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Le ta mprej mirë thikën, edhe me sa më kollajlëk le ta therë kafshën e tij. Ka më bukur se kjo, edhe pse funit kurbana, kime e therë për 2 sekonda, për 4 sekonda, ne edhe mund të mos e bojmë dallimin, por në esencë edhe parimisht ti do të jesh bamirës edhe në ato veprimet që eventualisht mund të jenë më të dhunshmet. Për shembull, një ushtar që detyrohet me përdor dhunë ekstreme në mbrojtjen e vendit, në mbrojtjen prej sulmit e kështu me radhë, ajo dhunë nën kupton edhe çka, edhe vrasjen e tjetrit. Po ushtari musliman, edhe ushtari i mirëfillt, ai vret, por nuk masakron. Kjo është e rëndësishme. E të mos flasim më për ato gjëra të cilat janë shumë më pak të dhunshme, ose janë edhe faret si janë të dhunshme. S'ka nevojë me qenë të dhunshme se kjo, sa është e kërkuar që ne të jemi të kujdesshëm edhe të vëmendshëm edhe bamirës në kryerjen e obligimeve dhe detyrimeve tona. Çka duhet bërë që të arrijmë në atë nivel që dallimet ndryshme që janë mes njerëzve të shohim si përparësi dhe jo si diçka problematike, sepse nganjëherë edhe në shoqërinë tonë, por gjithandej disa tema shoqëritë i çojnë në polarizime dhe pastaj kalohen në ekstreme. Fatkeqësisht edhe me shumë keqardhje e them se shoqëria jonë është polarizuar skajshmërisht. Kam thënë edhe herave të kaluara, jo rrallë ndodh në mesin tonë që të polarizohemi. Dhe këtu problemi është mendimi ndryshe. Sakt, të polarizohemi bujar për gjëra rreth cilave do të duhet të ishim skajshmërisht të bashkuar. E kam përmend shpesh atë dashuria, patriotizmi. Realisht këtu s'kemi, se kjo është bardhë dhe zi. Ose kemi adasht mirën këtij vendi, ose kemi adasht keqen, nuk ndodh diçka tjetër. E tash në kuadër të saj kornizës së të bardhës, jam unë, je ti, është tjetri, i katërti, i pesti, i gjashti. E pse na duhet me mendu se jemi edhe këtu s'ka vend për të gjithë neve. Pra jemi skajshmërisht të polarizuar edhe në ato gjëra të cilat do duhet të na bashkonin. Mbase nuk kemi kulturë edhe tradit mjaftueshme për me dëgju tjetrin. Mbase kur kemi jetu në të kaluamën, kemi jetu me një lloj diktati ku zyrtarisht na është thonë diçka cilën na parimisht se kemi pranuar, kemi refuzuar. Ndërmjet vete për shkak se kemi pas një sfidë të përbashkët ndërmjet vete jemi pajtu, po tani që megjithatë kemi dalë për kësaj kornizës së vogël, ose për kësaj, mas edhe kjo fleta është e bardhë, edhe tavolina e bardhë. Për kësaj kemi dalë në kornizë të vogël, hala jemi duke e mendu vetën se jo në të voglën jemi edhe po jazojmë rrugën njëri tjetrit, që absolutisht nuk do duhet ishte kështu. Shumë koncepte, shumë oferta, shumë për një mend këtu i shohim bardhëzi, edhe konceptet politike, edhe ofertat e subjekteve politike, edhe të politikajve i shohim me një fanatizëm që e te i kalon atë dallimin mes atyne simboleve ta quaj. Edhe njeriu mund të jetë simbol, të liderëve për shembull. Filoni dhe Fisteku mund të kenë mos pajtime, po ata nuk shkojnë deri në atë mas që me u armiqësu aq thellë ndërmjet vete, a ne këta që sot po quan me këtë zhargonin bashkëkohor militant, këta dojnë me u bot copa ndërmjet vete. Po s'ka arsye një gjë e tillë me ndodh. Nuk ka arsye absolutisht. Madje
ndoshta unë e zbuta shumë, se po I bjen sikur me I shfaqsu ata që fatkeqësisht e kanë përditësu retorikën në nivel të këtill, e që fatkeqësisht politika e ka fragmentarizu edhe e ka polarizu shoqërinë skajshmërisht, deri në armiqësim, deri në përçarje, deri në kështu me radhë. Kjo është shumë shqetësuese, nuk është as pak e mirë, por ne megjithatë gabimi I dikujt sado që t'jetë I rëndë, se njeriu pesha e gabimit është edhe simbas pozitës, edhe simbas përgjegjësisë, edhe simbas dijes e kështu me radhë, gabimi I dikujt, I kujt do të qoftë. Sado I rëndë që t'jetë gabimi I filanit dhe I fistekut, mu nuk më shfaqson, mu nuk më liron prej përgjegjësisë. Andaj apeli im edhe thirrja ime është që të mos polarizohet. Duhet mos mi pa gjanat vetëm bardhëzi e para, edhe duhet me pas zemërgjërësit mjaftueshme që me pranu edhe mendimin ndryshe. Nuk kemi pse mu armiqësu për arsye se armiqësimet e rrejshme, gjithsesi, veç edhe këto duhet ta them, armiqësimet e rrejshme, nëse unë edhe ti dikush don me na bindë se jemi armiq edhe kundërshtar njëri tjetrit, ai sigurisht është armiku, ai vetë është armiku, edhe don me e kalu një projekt vetën, don me e kalu një ushtrit vetën derisa ne grindemi ndërmjet veti. Edhe këtu pastaj vjen shpreha e logjika në atë fabulën e njoftun që përmendet kanë qenë dy mëzetër, I bardhë dhe I ziu edhe uj ku ka ardhur me I përçase, ata derisa kanë qëndru bashkë, nuk ka mujt me I afru, edhe ati të ziut I ka thonë ky I bardhi po don me të shit, po don kështu, po don ashtu, leti veç mos asi, edhe e ka glabruar të bardhin. Kur I ka ardhur radha këtij të ziut, ka thonë nuk po të vë faj ty se ti më ke hangër atë ditë kur ma ke hangër vllain. Unë jam hangër atë ditë që është hangër mzati I bardh. E unë mendoj se ky polarizim I rrezikshëm I cili elhamdulillah hala është nivel të fjalëve, të shkrimeve kështu me radhë, po kur që s'na garanton që s'mundet edhe me eskalu, andaj do t'jemi shumë të vëmendshëm. Edhe secili prej neve individualisht është përgjegjës edhe për situatën e këtill, edhe për rujtjen nga ajo që eventualisht mundet me na rreziku. Do t'jemi shumë të vëmendshëm këtë aspekt. Mirë, të dashur miq, shputemi ne tani për pak çaste, pas pak ju mirpresim që të na telefononi dhe të na shkruani. Vazhdojmë tutje të dashur miq, po shoqëroni me emisionin e Thëna e pa thënë dhe me Hoxhën e Krem në vazhdim do të mirpresim telefonatat tuaja, të gjithë ata që na dëgjojnë përmes Radio Kriterios 045 49 48 53 është numri I telefonit që mund na telefononi, mund na shkruani edhe në Viber. Ndërkohë do të lexojmë një mesazh thotë na përshëndet shikuesja nga Amerika, thotë kam një pyetje. Para 3 viteve kam ble shtëpi në Amerikë, po e kam pas mundësinë me pagu me para cash, vetëm $15,000, më ka dash me marrë borxh. Personi që mi ka dhënë borxh ka thënë mos u ngushto kur t'i bojsh mi kthen, por kam frikë se më ze vdekja me atë borxh. Dhe thotë lexoj surën Wakia çdo natë pas namazit të akşamit. Ka frikë nga vdekja dhe borxhi. Alhamdulillah. Njeriu merr borxh për shkak se ka nevojë. Kështu do të duhet të ishte. Edhe njeriu jep hua për me çliru njeriun, edhe me nxit dorën, me ndihmu, edhe kështu do të duhet të ishte. Ai që merr borxh gjithsesi duhet të jetë shumë më serioz edhe mas I folëm më herët për kornizën. Ai që merr borxh, kornizën do të më pas më të ngushtë se ai që I cili jep hua. Ai I cili jep hua I thotë merri kur të çlirohesh mi kthen, nuk I cakton afat. Ky do të më marr mi aqit vetin një afat sa më të shpejt që me marr seriozisht punën e borxhit. Kështu që unë mendoj, një njeri I cili e ka breng borxhin, edhe thot kam frikë se më vjen vdekja, unë akoma nuk e kam kthy borxhin. Në radhë parë do të më thonë se ky njeri I ka punët mirë në kuptimin e seriozitetit, e dyta mundohu me kursy për me kthy borxhin, edhe e treta shkrujen testament në vasijet se ke borxh. Edhe nëse të zën ty vdekja, trashëgimtarët tu e marrin përsi për me kthy borxhin,
edhe lutju Allahut që mos me ta marrë shpirtin pa e këthy borxhin. Kjo do të ishte ndërsa. Lutem dhe lexoj çdo natë surën Vakë. Shumë mirë është kjo. Mirë, kemi telefonat tani, pastaj nëse do të kemi hapësirë, lexojmë edhe mesazhe tjera. Alo? Alo? Urdhani? Unë kam një pyetje, në jafëmi jemi është i smut edhe këm ka konë këto një për dhe mesa, jam dalë me ta edhe ja ka dhënë 20 euro ati në fëmijëve. Edhe unë, ato 20 euro nuk i kanë dashtë të fëmija, kanë thonë jo, nuk i dojnë e këtu, edhe i kom marë, e i kom majtë këtu në banesë, edhe jam dalë më ble diçka, e kom pas shumë ranë, edhe kom marë në njerës me kolicë aty, edhe ardhë mi ka pru ato gjerat të këtu në banesë, edhe ja kom dhonë që ato 20 euro, për ja kom dhonë me njetin, që mi ka dhonë që i njerë dhe a i mu shëru, apo din, kom uru atë njerë dhe kom thonë i shala këto pare që për ja jepi këtina, i bohët atina shërem apo s'podia që shtë thonë. E qartë, shumë e qartë. Qëka a është, ata që ka kom menuon, a shkon a që s'podia që vesh kom qef me mas qëru që to se gjithë po më rrinë nërmen. Kuptuam, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Natën e mirë. Natën e mirë. Pra, sadaka për të sëmurin. Ma sadaka interesante, për arsye se sa mujta me kuptuan, a i smuri ja u kështë dhonë nipave të kësaj zonjes ato 20 euro, thjesht ja u ka dhonë për qef. E kjo pastaj i ka rujt edhe në momentin që a është smu, kjo i ka dhonë sadaka në emën ti që më njërë që a i të shërot, zoj keni bo një punë fisnike. Menoj që keni bo një punë të mirë edhe kemi një udhëzim profetik i cili thot kurojini të sëmurit tuaj me sadakar, me stjerash. Edhe lutemi që Allah me i shëru, po edhe me dhonë sadaka me atë njetë është gjë e mirë, e në këtë rast ju faktikisht i keni dhonë paret që ai u a ka dhonë dhurat nipave t'juj. Keni bo një punë shumë fisnike. Kemi një tjetër telefonues, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. A e një mirë? Mirë, falenderit jo. Elhamdulillah për marak të dëgju juve, pse jo prej fillimi, po... Mirë se erdhe në emision. Mirë se u gjeta. Kemi folur për temën se si duhet të mos shohim vetëm bardhë dhe zi. Por në mes ka edhe ngjyra tjera. Po tash, mos me po bardhë dhe zi, dhe më thonë jetën du të me kuptu se qështë është. Dhe më thonë edhe bardhë, edhe zi. Ka edhe pengesa, po ka dhe, që me thonë, lirem me thonë, mirë, po nuk duhet edhe me thonë, me u lazdrua, me dollë për te i kufive. Sepse Allahu na e ka thonë lirin, për gjithë shka, po, dhe me thonë edhe me pos një fare kufini, për gjithë gjë. Mendojon tash. Faleminderit shumë. Gjithmonë këtë si bujarë, përshëndes ty, hëgjën e krem gjithëqysh, stafin, atë që s'jam mikrofon, shikuste dhe gjust e të pisterisë radiokriterja, se ju tham kujdes në vëzitje se gati për gjithë ditë për nashkuj njerëzit. Për shkak të Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Faleminderit shumë. Allah të shpërbleft. Salam aleikum. Aleikum salam. Një apel shumë i rëndësishëm. Po, edhe nuk është hera e parë që Alberti e vanë. Alhamdulillah, dhe menoj që ne nga njerë po harrojmë që njerëzit na dëgjojnë edhe nëpërmjet valëve të radios me bo këtë apel që të vozitni me kujdes, mos nxitani për arsye se nxitimi e bën rrezikun më real, sidomos në trafik. Dhe pra e përmbledhit mos dilni prej kufive të Zotit. Po, shumë e mirë, e bukur. Jo, me një tjetër telefonat, alo? Alo, noni? Alo? Po? Alo? Jeni inkuadru në emision, noni? Salam aleikum. Aleikum salam.
Po tani pyetje për Hoxhën. Po? Unë e folna, po nuk moj më fol në tom e folna Hoxhën. E marrë kërrikjen e qesë për para edhe se gjoden, po a duhet mi preke bollin se gjode, a veç kështë mu avyt. A na ke pyetje dhe javën e kalume që të pyetje? Javën e kalume ka qenë me jastëk, e prita jastëkun, po jo thanë se gjode. Mirë. Falenderit shumë. I përgjigjimi tani edhe në këtë verzion, Hoxh. Ai që falet ullën, falet se është i arsyetuar për shkak të pamundësisë me qëndru në kam. E kur është i arsyetuar për mos me qëndru në kam, ai bëhet i arsyetuar edhe për mos me qit ballin në tokë. E nëse se ki obligim me qit ballin në tokë, atëherë nuk i nevojë me marr mundimin edhe me qit për shembull në një karrik tjetër ose në një diçka, por nëse ashtu ndihesh më mirë, besoj që s'ka problem. Ama detyrim se ki. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo. Po? Dhe ishtë të petë me bisedu me Hoxhën, me pyjtë diçka në sëman? Jeni drejt për drejt në emision, po të dëgjon Hoxha, çfarë është pyetja juaj? Pyetja është se mos e foli për njësitë e islamit. Dhe ishtë të me thonë se tash një me vërtet në kohët e fundit me kom musliman, jemi bon si kër me kom VIP, po a duhet me ndodhë shumë diçka sanet çuditshme? Që mu të regu e një vërtet e diçkape, se që është u të regu një edhe u dule edhe në shesh gjithë mirat e fesë islame. Në më thonë se lufta në Gaza, lufta tjera, se tash, se këtu na për Evropë, që edhe përshohin populli se këta të jënë kanë rama që i kanë të regu për para, e tash dule vërteta islamit. Dhe ishta me pyjtë Hoxhën se a do të me shku ndonjëherë që shtu mu me vdek dikush, mu sakrifiku dikush, nuk është puna vesh për rastet fesa për diçka, po edhe me ndodhe edhe kësi luftrat moja, veç me dole vërteta në shesh për fej. Jeshtë të pytja janë për Hoxhën. Falenderit. Salam aleikum. Salam rahmatullah. Paraprakisht tha nëse interesant, jemi besimtar, nuk do të thotë që jemi VIP. Në fakt shumë sakt si konkluz mu për vete po më pëlqen edhe po pajtona me te në kuptimin tash po munona me elaboru që kuptova unë pse sot je besimtar, do me thonë mos u ndi i sigur që edhe nesër ki me qenë. Në ka paralajmëru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë keni kujdes se mundet njeriu me gdhi besimtar e me ngryth jo besimtar edhe anas jeltas. Kështu që me konsideru vetëm VIP vetëm se je besimtar, edhe kjo nuk ban. Konsideru vetëm shumë të nderuar prej Zotit, që ta kallon besimin, mirë po njëkohësisht konsideru vetëm edhe borxhli që këto vlera më u përcjell të tjerëve. Për ndryshe... Pra mos ecë me krye lartësi, por me krenari. Ekziston një vije holl që e bën dallimin mes krenarisë edhe mburrjes. Mburrja është më afër arrogancës, krenaria është më afër komoditetit. Krenar, një është komod me atë çka je dhe kjo është shumë në rregull. Shfaqu krenar. Po, bravo. Ndërsa mburrja është më afër arrogancës edhe ti me një vetëm se çka u bë me mua pse unë po falem ose çka u bë me mua ku mriva pse unë kështu ashtu, edhe me shikun njerëzit pesnalte edhe me përçmim, kjo te besimtari në asnjë mënyrë nuk është e pranueshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na e dha shembullin më të mirë, sidomos atë ditë kur triumfalisht hyrin në Mekë. Çka ndodhi, e përshkruhet edhe mënyra që ka qenë hypon në devën e tij. Thot hypo në devën, ndërsa kokën e kishte ullë, thot sa mjekra sa nuk i prekte në shalën e devës. Nga modestia. Pse? Për arsye se aty, ty tash triumfove, Allah të dha fitoren, që ka ki nevoj me e që kryt hala ma nalt. Edhe për këtë arsye ka në ardhur do citate interesant, që njeriu i cilin Zoti në një farë mënyrë e ka ngrit, nëse ai fillon tash, ose përpiset me ngrit veten artificialisht edhe pak, kjo është gjëja më e urrejtën te Zoti. Një njeri i cili, për shembull njeri i cilit Allah i ka dhënë pushtet, i ka dhënë pozitë, s'ka nevojë me u tregu arrogant. E ki pozitën, e ki pushtetin, ki të arritur na sot dush, po hu modest se kjo modestia është pastaj ajka kajmaku i të gjitha mirësive. E kundërta, arroganca është uthulla, e cila i prish të gjitha mirësitë dhe të arriturat që i ke. Kjo është sa i përket asaj pjesës të parë. Asaj pjesa tjetër... Që e vërtetat dalë në pa... A do të me ndodhë masakra, a do të me ndodhë katastrofa? Jo.
ato që ka ndodhin gjanat në univers, ndodhin me caktimin e Allahut fuqiplot, ne mund të nxjerrim urtësi edhe mësime prej tyre, po nuk jemi në gjendje, dhe këtë do të me e pranu, nuk jemi në gjendje të nxjerrim të gjitha urtësitë dhe të deshifrojmë ato, për shkak se mendja jonë është e kufizume. Ato ndodhin me caktimin e Allahut, ndërsa për ta kuptuar njerëzit në vërtetën, unë mendoj se secili prej neve ka përgjegjësi, edhe ka obligim, e atë duhet ta bëjmë me një mishrim korrekt të vërtetës në jetën tonë. Ne duhet të tregojmë se cila është e vërteta. Ne si musliman duhet të tregojmë se cili është Islami. Këto e bëjmë me qëndrimet tona, me sjelljet tona, me mirësinë tonë, me gatishmërinë me ndihmu njerëzve e kështu me radhë. Mirë, vazhdojmë tutje, alo? Isam aleikum ujq, është haram me mojtë qenë. A haram me mojtë qenë? Tu. Aleikum selam wa rahmetullah. Shkurt ka pyet hoxh. Shkurt direkt, ç'është do? Përgjigj shkurt në këtë rast me fëmijët janë të padjallëzuar. Nuk është haram me majt qen, nëse e ke për me ta ruaj borën, ose me t'i ruaj të dhënt, ose nëse e ke për gjueti. Ndërsa është haram qenin me shtim rana në shtëpi ku jetoni. Qartë, vazhdojmë tutje. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Po dëgjoj dobët. Tani pyetje për hoxhën. Po. Lutem, largohu prej televizorit. Sa bëhet? Kur të folet namazi sa bëhet, në çfarë rekote do për mi fol? Mas blindjes diellit po flitet? Namazi duhas. Po. E qartë. Aleikum selam. Faleminderit. Pra kohën e din, pas lindjes diellit, po sa rreshat. Pasi ta kesh fal namazin e sabahut, edhe ka lind dielli, është ngrit dielli, është koha e namazit të duhas, është namaz vullnetar. Nëse e fal, ka vlerë dhe mirësi, nëse se fal, nuk ke përgjegjësi, me e kuptu që s'është obligim, nëse e fal, mund t'i falësh 2, 4, 6, 8, sa të dush mundesh me fal. 2 është minimumi. Qartë, vazhdojmë tutje, urnone. Selam aleikum. Aleikum selam. E kisha një 2 pyetje për hoxhën, nëse ka mundësi. E para, cila është? E para është une që tash që ka 10 vite, nuk i mbaj ato 6 ditët që na e vinë që i kena menstruacione gjatë Ramazanit, po tash vjen Ramazani tjetër e i vjen me i mbajt për 10 vite, ka 6 ditë, i vjen 60 dita. Duhet pa tjetër t'i mbaj ato ditët, a disha e kam obligim? Pyetja tjetër? Dhe pyetja tjetër është këto që i lexojna për të vdekmit, për gjyshet, për familjarët, këto Jasinin, këtë hatmen, a është e vërtet që se disa hoxhallar thonë në YouTube nuk i shkon vdekmit se vapi i Kuranit, disa thonë i shkon, tash jemi edhe ne dyshim. E qartë. Faleminderit, Zoti ju shpërblet. Faleminderit juve. Borxhi për ditë të paagjëruara? Borxhi mbetet borxh. Në çdo gjë, borxhi mbetet borxh. Ato ditë, apo pak më bëni konfuz ta 6 ditët, nëse është fjala për përcjelljen e Ramazanit, ato nuk janë borxh. A nëse është fjala për ditët e paagjëruara të Ramazanit të femrat për shkak të ciklit, atëherë ato mbeten borxh dhe duhet të agjërohen. Janë 10 vite, thotë. Janë 10 vite, janë 60 ditë. Nuk është patjetër t'i agjërosh të tëra së bashku, mirë, po do t'ja bësh vetes një, si me thonë, një programim të borxhit. Sikur nëse dikun jemi ras borxh shumë, edhe shkojmë me lyp edhe afat, po edhe apon me t'i kthy kapak. Ja ki dikujt për shembull 60.000 euro borxh, i thu, apon me t'i kthy ka 10.000 euro. Se ka mundësi çashtu. Domethënë ja bën vetet një programim të borxhit edhe e kryen edhe atë. Jasini hatme, a i shkon të vdekurve se vapi. Une nuk më i me thonë ju shkon ose si ju shkon. Ka argumente jo shumë të qëndrueshme, që pan me knu Koran për të vdekunin, por ato argumente atë janë, si me thonë, nuk janë shumë autentike, sa që nuk na bën të ndihemi sigurt se gjithsesi u shkon. Por edhe unë personalisht nuk më i me thonë që si u shkon, por kemi diçka që në vend kësaj është e sigurt edhe e konfirmume, lutja për të vdekurit. Nuk ke nevojë, një pjesë e madhe e njerëzve sot nuk din vetëm me lexu Kur'an, shkojnë e paguajnë hoxhën, më jaknu një Yasin ose një hat me babas, që kjo është absolutisht e paqëndrueshme. Nëse din vetëm me lexu edhe don një pjesë se vapit me adhuru prindit,
prap po them, nuk e di a i shkon as i shkon, po me gjithatë kjo e ka një farë baze. Ama ajo që është e pamohueshme, lutu sa herë të bjen mend për prindrit edhe kjo është e konfirmume. Telefonata e fundit, alo? Urnani? Selam aleikum. Aleikum salam. Po du me apo dy pyetje hoxhës. Po? Unë vdekin, lutna për nanën, për babën, mas shumë të lutna. E lutna i knaj premte, kështu në një javës lutna për ta. O Zot më shiraj, zgjeneja burrin, bënja dritë, falja gjinohet, falja surët, falja gabimet, harresat, dhijat, shilja grupat e gjenemit, shilja dyrt e gjenitit, bënja nasib gjenitin, ja ore dhe Allah. Që të sabah për sabah, kur të fali sabajnë, ju kënej që të babës edhe nënës. Po tani, premten, ju kënej kulluvallaha sot moj, edhe ju kënej jasina, po thëjnë dikosh ma mira kulluvallaha më ju kënu se jasina. E para pytje. E dyta është, une falna, 5 vakt namazet, na file, po thëjnë mas sabajt, kur të lenë dildi, 20 minuta ma sabajt, mi falë 2 recate. A unë doan e fali 1 orë para drejke, që ashtu e kam, 1 orë para drejke e fali doan. A ma ato 2 recate, po dhejnë minerë 20 minuta ma sabajt mi falë. E kuptonë me këtë pyetje, të falenderit shumë. Edhe pak. Tre pyetje. Edhe unë, kur të falna, kur të binë rekju, Moj me rëndësish dhe se pigojve i kam gojtë operacion të bane. Edhe ti mjedisit, po tani edhe mu drejtu drejt. Kështu, kur që nga pire kju smoj, a mos po hinë gjëna që aty që po sun po drejtu nga drejt, kur po këtu nga pire kju. Shumë falenderit. Falenderit, selam aleikum, zot ju shpërblet. Amin. Lutjen e përshkroj. Lutja ke shumë e mirë, vazhdo me u lutë që ashtu, kullu Allahun jasinin knoje, mos e bën jetë për kur, veç knoje për sevap. Kur të krysh, thuj o Zot, shpërblej edhe prind të mi, kur të më shpërblesh mu. Mirë, namazin e duhas. Namazin e duhas të fali një sahat para dreke, shumë mirë është. Po edhe 2 recat që të kanë thonë, mbasi të linë djelit, ngritet, i thonë namazi i shurukut, i ngritjes djelit, edhe ajo s'frish punë, fundja janë na file, nëse do një falë, nëse do nuk i falë. Aty çka s'lejon, ajo çka nuk të lejon gjendja shëndetësore me bë, nuk e ki gjuna. Faleminderit shumë hoxh. Faleminderit aty. Dashur miq, kaq për sonte, shumë faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.